Pensionisti Bajram Aloku i humbi 2.000 euro gjatë vitit 2025 pasi që për shkak të problemeve shëndetësore nuk mundi të paraqitej me kohë në zyrat e pensioneve. E kur u paraqit më vonë për të dëshmuar se është gjallë, ai e kuptoi se këto mjete as nuk do t'i kthehen. Ka ndodhur që nuk jemi lajmëruar me kohë, kemi harruar dhe kemi qenë edhe të smur, nuk na ka rënë mend më për mu lajmëruar. Kur kemi shku mu lajmëru, thët jo, nuk keni lajmëru 6 muaj, edhe ju ndalohen ato mjetet çka nuk keni lajmëruar. Tash merrem me mend, në parlament nuk shkojnë 6 muaj mu lajmëru, i morën rrogat, e jo pensionistave me ja marrë, me ja sankcionu me ato mjetet. Maloku thot se veç se ka bërë ankesë në zyrën e pensioneve, ndërsa paralajmëroi që në rast se çështja nuk zgjidhet, do ta çojë rastin në gjykatë. E tash ku bë ankesë aty në Nent, nëse jo duhet me shku në gjykatë me quë Londër, s'di tash gjykata supreme a është ma efektive, ma vendimorse se sa këta. Ka shku një person u anku në gjykata ka marrë vendim që është i palidhshëm ai vendim për me ja u sankcionu mjetet. Me probleme të ngjashme janë përballur edhe pensionistë të tjerë që nuk janë paraqitur me kohë për arsye të ndryshme. Ka shumë shembuj që në shku burrë gru jashtë, kur ka shku atje, jënë vënu, ose në smu fëmijë, ose në smu vetë, ka të i kalu mbi 3 muaj. Ato parë jenë me të shtetin, nuk ju ka këthy kur, nuk ka përgjithësi. Pse ka ndodhur ajo, duhet jep dikush llogari. Fatkeqësi e madhe shtetërore është që më marr të mirit që ato pensione. Institucioni i Avokatit të Popullit thekson se ligji për skemat pensionale nuk e konsideron mos paraqitjen si shkak për ndërprerjen e pensionit, por vetëm për suspendimin e përkohshëm të tij. Në aspektin juridik, ndërprerja e pensionit si masë përfundimtare e paraparë me ligj nuk është e njëjtë me suspendim të përkohshëm, i cili ka karakter kalimtar dhe nuk e shuan të drejtën e fituar. Sipas këtij institucioni, pensionistët duhet ta marrin pensionin e pezulluar sapo të kalojnë arsyet e suspendimit dhe pagesa duhet të bëhet në mënyrë retroaktive. Ligji për skemat pensionale obligon ministrinë që të ndërmarrë veprime aktive për monitorimin e burimeve ekzistuese të informatave me qëllim të identifikimit të pensionistëve që kanë vdekur dhe se Avokati i Popullit vlerëson se kjo barë nuk do të duhej të bartej në mënyrë disproporcionale mbi vetë pensionistët. E avokati Zahir Hamza thot se me konfiskimin e pensioneve, Ministria e Financave bën shkelje drastike të drejtave sociale të garantuara me ligje kushtetut. Për këtë, ai thot se ka iniciuar disa raste në gjykatën administrative. Të pensionistë proceduralisht, do të thënë që nëse mohohet kjo e drejtë, fillimisht mund të parashtrojë ankesë administrative në Ministrinë Përkatëse, të lidhur me ndërprerjen apo mohimin e kësaj të drejte. Po ashtu e nisë konflikt administrativ në gjykatë themelor nëse vije puna deri te aty dhe në rast të caktuar edhe kërkesë për kompensim të dëmit, pjesa të cilën nuk i është kompenzuar pikërisht një pensionistit. Këto mjetet janë mjetet të cilat të destinuara ekskluzivisht për pensionistët. Do të mohohet një drejt ku për 6 muaj për shembull këto mjetet ku derdhen, ku janë. Sipas Hamzës, ka raste kur pensionistët fituan rastet, por edhe pas vendimit gjyqësor, ministria nuk u ktheu mjetet.